Nuk është një opcion për të djathën, Qori, apo jo? Nuk e di, nëse do të dilin me një figurë të vetme mund t'ishte. Pra, ideja ime është që ose dalin me një kandidat, rritet probabiliteti që ata të fitojnë kundër pushtetit. A pranon Partia Demokratike, zoti Qori, kjo është diskutim vetë pastaj. E gjë shpesh të që thoni që Partia Demokratike duhet me patjetër të bëj aleancë me Shqipëria bëhet me mundësinë me këdo parti pse. Nuk ka fuqi, po një sekondë ta marr pak logjikën time se si pretendon kjo forcë politike të vinë qeveri nesër, kur kjo forcë politike nuk ka fuqinë nxjerr një kandidat saj politik për të mundur këtë qeverinë që ju artikuloni korruptuar me kaq shumë skandale, po tu është problemi pra, pse Partia Demokratike nuk del me një kandidat politik dhe të ketë gjithë pëlqyeshmërinë. Një sekundë më Ali ta mbaroj të lutem sa e kam provuar me kandidat. Pse nuk arrin të ketë pëlqyeshmërinë e publikut pas gjithë skandaleve të Ramës? Dhe këtu është analiza e asaj që unë kam një vit që them nëpër studio që pa ndryshimin e leadershipit Partisë Demokratike që është Sali Berisha, kushdo kandidat i cili garon në siglën e Partisë Demokratike që e prin këtë betejë me leadership Sali Berishën është i humbur dhe është i dështuar. Bashkohesh ti zotëri me Partinë Mundësia. Jo të bashkohesh ti zotëri me Shqipëria bëhet. Do jemi në tjetër situatë, po tani flasim për këtë leadership që është nuk ka ndryshim. Që është të gjitha palët bëni bashkë nuk e mundni dot qeverinë, sepse korrupsioni nuk luftohet me një krye të korruptuar që është në krye të opozitës, që është Sali Berisha, që është non grata nga SHK-ja, jo nuk është teorike, kjo është me fakt, sepse një parti e cila është Partia Demokratike ka marrë 510.000 vota. Po, aq vota i ka marrë. Flasim për realitet, ato vota ka pas gjithmonë, janë votat e militantëve ato. Ne po flasim për këtë kjo është diskutim tjetër, po ne po flasim si të mobilizojmë qytetarët. Nuk po flasim këtu me këtë logjikë, ka 500.000 vota thot ky. Ne po flasim si do fitojmë. Pyetja është kjo, kishe një replik me Halitin për atë që ky lloj sulmi dhe gara jote është ajo që thot Kreshniku që dilni kandidati i dytë? Shiko, ose një rezultat i tillë do ishte i mirë për ju? Unë kam një parim që nuk parashikoj kur rezultatin e zgjedhjeve sepse respektoj qytetarët që votojnë. Do të thotë. Po mirë, llogaritje bëni se si jeni të shkëputur nga qytetarët që votojnë, do të thotë mos marrësh asnjë vot për të mirëqen. Unë kam qenë kandidat për kryetar bashkie i Tiranës në vitin 2023, kam marrë diku tek rreth 14.000 vota, 4.78%. Kam kandiduar. Kam qenë i dytë në listën për deputet të Tiranës me Lëvizjen Bashk. Fituam një deputet, por na mirë përfaqëson Redi Muçi në Kuvendin e Shqipërisë. Po unë nuk marr të mirëqen asnjë vot. Pra edhe ata që na kanë votuar 2023-shin, 2025-ën, ne përsëri duhet i ribindim që të votojnë për Lëvizjen Bashk dhe duhet bindim edhe shumë tjerë që na simpatizojnë, por nuk na kanë votuar, që të kenë më shumë besim dhe të na votojnë. Në këtë sens, ne do të luftojmë si Lëvizje Bashk, edhe në Tiranë dhe kudo nëpër Shqipëri, për çdo vot qytetarëve. Ne kemi për detyrë, unë rreth parë si kandidat për kryetar bashkie, që të kem programin e duhur, idetë e duhura, që nëse qytetarët e Tiranës më votojnë të parin, unë të mos them jam i papërgatitur për ta qeverisur Tiranën. Pa detyra ime është që bëj jo vetëm një fushat përditshme nga tani e deri ditën e zgjedhjeve, por siç po e bëjmë, të punojmë për një program që i zgjidh problemet e mëdha të Tiranës.